Sa vite bashkë keni? 32. Mashallah. Çish kanë qenë 32 vjet për juve? Diz, të martohen, ma nuk e këshysh tjerat për shembull. E këshysh vetëm gruan tënde, edhe sos. Xhelozi ekstreme kështu me thonë, jo, normale. Janë thënë vetëm deri nuk ka xheloz në femrën e vet. S'di me marr frym pa këto. Shans ka. Vdes edhe unë. Çfarë ditë në kur i qesh me këto edhe unë këtë. Po ai dhurat mëlle. Me që era fjala që të? Një parë punë e komplisht. Ako bashkë. Edhe pak hapse edhe pak? Po qashmo, usos. Usos dashnia? Po, usos. Jemi bo si Sa vite jeni bashkë? Si vëllai motër jemi bo. Si vëllai motër. Këtë thonë ku ta kaloj një kohë si vëllai motër. Sa vite bashkë keni? 32. Mashallah. Çish kanë qenë 32 vjet për juve? Diz. Diz, a? Po. Të mira? Super. Me sfida ka pak? Normal jeta, ka sfida. Po. A do të cilën e keni pas sfidën më të madhe në jetë? Një sfidë që e keni pas pak më të vështirë pak. Jetën e juaj. Jo s'kemi pas jetë. Po duhet pas momente më të mira më shumë, a? Më shumë mire, po, më shumë. Cili ka qenë pra një moment më i mirë e i paharruar që i ka mbet në jetën e juaj? Kur jemi martuar çfarë ditë. Kur jeni martuar? Po. Çka? Edhe kur ka lind fëmijët, ç'to sa. A ndryshojnë burrat mas të martohen? A veç mos kanë hekin? Tregon atë rreth? Pak po ndryshojnë. Hajde ka dhëna pasore të më mirë. A ndryshojnë burrat kur të martohen apo veç atë mos kanë e hekin domethënë? Jo, mas kjo ndryshojnë. Ma ndryshe kur të jepe ju me kur të martohen. Ma burra? Po, ma burra, po. Ma burra në shtëpi? Ma burra ka mos bon. A çdo kun? Kur të martohen, ma nuk e këshysh tjerat për shembull. E këshysh vetëm gruan tënde, edhe sos. Kjo është jeta. Vinë fëmijët, edhe fillon jeta ma me sfida që është Me sfida. A keni pas xhelozi ka pak kështu? Po. Cili keni qenë më xheloz? Gratë, atje. Edhe unë. U mendova se gratë më shumë xheloze janë. Jo, xhelozi ekstreme kështu me thonë, jo, normale. Normale, edhe ti je xheloz me siguri. Pa, dashuri, ka xhelozi në dashuri? Italian thënë vetëm deri nuk ka xheloz në femrën e vet. A kuptove? Po. Vetëm deri, edhe me të vërtet nuk ka xheloz. Okej. Çaj xhelozi po më duket tash. Na, përndryshe jetojmë që 34 vite në Itali. Se morë shembull në Itali më vonë. Kemi ardhur dje. Çu jeni në Itali? Mirë. Po, mirë. A bja kushtoni që të kohën pak më shumë këtu në Kosovë se atje me punë? Po. Këtu më shumë. Këtu më shumë, a? Përgjithësi sa të kushton punë pasaporti? Më shumë. S'kemi ardhur për pushime. Për pushime, punoni dytë? Jo, veç unë. A veç ti punon? Po. Pasaportin e vas këta man shef, më duket, a? Shef. Airon parë të mirë shefin akis. S'di me marr frym pa këto. Po, a ka më mirë. Po në mes dia. S'di qysh. Çu kish menu jetën pa këto? Ja, s'di. Shans ka. Vdes edhe unë. Çfarë ditë në kur i qesh me këto edhe unë këtë. Ja tani po thonë ka dashni me cilët, çe ka persona si ju? Ja. Qëre bre, për 34 vite bashk. 30 vite. Edhe të fejuhet po. Edhe të fejuhet patjetër lind e dashnia. Patjetër lind dashnia. Dashte, nuk dashte, unë me të vërtet s'di me marr frym pa këto. Po ta them kështu, kjo është jeta. Po do i ka, që thonë, kështot, pa hile. A vëshe? Po. Me televizor. A e din që ka shumë, a vlerëson që ta shoni qëta jetë? Po. E vlerësoj. Një moment që e kini në jetën e ju që ju ka ndodhë që e ka ndryshu jetën, përpos fëmijëve që ju ka në jetë, a ka diçka më të veçantë, si çift që e kini për jetu? Fëmija, ma si. Përpos fëmijëve, po mirë thati, tash në laje pa fjalë. Fëmijët të madhen e kena të martune, që ato janë konë interesant. Momentet të mirë. Jo, djalin. Ala s'keni bo vjera? Kemi dy goca edhe një qumë. Mjetë gjatë. A kështë tash me pas gjithësysh mja juj me marrë një shqiptare ose shqiptare? Apo s'kish penguni se e kish marrë italian apo italian? Nuk ka të bëj racizmi këtu, nuk jemi racista, nuk as pak. Dëshira jonë kish qenë që mos me hub kulturën. Me shqiptar. Me shqiptar me marrë, nuk ka shkeq. Po mu konë mirë ata, që shë vendosin vetë. Ti të regove që e pedon shumë, a i ndimon shpi në punë të shpisë? Unë e ndimoj punë të shpisë, thaj lekun. A tha lekun, a? Ka punë të shpisë është. Qa jo kryesorja është? Po. Lekun ja thona? Lekun, ja kësa, kjo i ka ID. A i ki përna i dhurat modhe?
Ma që e ra fjalla që të. Një par pumë e kumblisht. është një parfuma, Jo, po, drejt. këto kartela, këto të bankave... I ka kjo. Ka më pas kishë, more, a ka ma mirë. S'ka ma mirë se kështu. Edhe ka rësë ma konsultari, I besoj plotësisht, në këtë asem. Që shosh me fitu një besim që ka si ju që e keni shumë besim një tjetrin, edhe që edhe e mbani një Gjatë jetës fitohet vetë. Edhe shihen. Baba jam Rahmet pastoj që e ka tundi që shihet kallaus nuk do. A di, shihen sen, s'di sa e kuptove. Pa ata bura që si respektojnë gratë shumë e një miki. Edhe në asjelta, për gratë që si respektojnë burat. Ato së në pak pashore, të regona pak. Keq, mos me respektu, do të mu respektu, do mu marrë vesh. S'po di që me tonë. Është pak e emocionume. Po duket. A e thyrë namën në grup shtu, apo na jamën për gdhelë se po? Jo, në këta gjuhet. Këta gjuhat, Këta gjuhet më të mira. Italisht? Turqisht, italisht, këtë sanë. E ma shumë që është për i dashnin që atë ma... Hanëm i thonë shumë. Hanëm, shumë a? po, hanëm. E kjo ty? Kjo, që shtu është vëra ku marru. Zemë. A zemër, a? Tregome në që e ki zemër, tregoj njerëzve. A ka ma mirë me ashtë për i dashnin? Okej, pasi. Na vjen mirë. Unë pata knasi shumë që ta doa një qift lumë do kështu si ju. Inshallah deri në frymën e fundit i shoh bashkë. Bravo, një ashtu dëshirojmë edhe për ju. Merci e madhe. Ju urej ma të mirat në jetë. Urime Ramazan, inshallah.